Profesor, një fitore që don pak koment, por shumë e rëndësishme, një transfer të parashikuar si të vështirë. Absolutisht si po, edhe duhet jem i sinqert sepse nuk është realisht rezultati, por dihet sepse në momentet e kur skuadra shënoi golin e 4-t, atëherë ekipi i Luzit u zbalancu dhe shënuam edhe dy golat e tjera. Por ishte një ndeshje e cila kualitetet bën dallimin. Ne kemi në skuadër një ekip i cili e kemi diskutuar dhe më përpara ka kualitete. Këto kualitete kanë dashur kohën e vet dhe shpresoj që i pushimi si patëm 3 javor, pra para 3 javësh ishte ndeshja e fundit, na ka shërbyer më së miri për me përgatitur skuadrën dhe nga ana fizike, gjë e cila u dallulle sot. Ishte një skuadër e cila vrapoi, një skuadër e cila mund të them ato boshteqe që kemi lënë gjatë ndeshjeve të para, kemi bën një farë autokritike në sidomos në gjendjen fizike dhe jam i kënaqur jo vetëm me rezultatin, por edhe me grindjen që treguan deri në minutat e fundit. Prisni Adriatikun ndeshjen e ardhshme dhe shkonin Shirok, që është rivalizues të paktën në tabelën e renditjes. Plotësisht dakord, po unë mendoj gjithmonë për ndeshjen e rrallës. Ndeshja e rrallës është Adriatiku, e keqja e jon jemi vetvetja. Nëse ne duhet të nënvlerësojmë ndeshjet si kemi ndeshjen e rrallës, mendojmë për Shirokën, ne bëjmë një gabim shumë të madh. Unë që nesër do të mbledh ekipin dhe do të bëj ditën të njëjtën seancë stërvitore, të njëjtën situatë siç kemi pas më përpara, pra me zor shpresim që të vazhdojmë dhe të jemi pozitiv si nga ana psikologjike po edhe nga ana fizike, por me asnjë lehtësim. Sepse është një gabim fatal nëse fillojmë mendojmë për një ndeshje më pas dhe nuk mendojmë për ndeshjen e rrallës. Duhet jemi me kam toks, kemi arritur asnjë gjë, them se me këtë fitore vetëm se na është rrit morali. Skuadra është më lart në çdo aspekt dhe duhet ta marrim gradualisht të shkojmë aty ku duhet për më shku. Besoj që kjo fitore është edhe një bindje, do të themi, për presidencën? Është një bindje sepse një skuadër si Luzi ku është pretendente të disa vite për medalje kategori më lart dhe fiton bindshëm, duke ditë se kemi bën një ndeshje miqësore me të pa fillu kampionati dhe ka tregu dhëmbët në Lezhë, atje na ka rrath 2-1. Pra një skuadër e cila them drejtën edhe presidenca kishte frikë nga përballja, se është normale, po edhe ne kishim frikë. Por gjithmonë duke unë kam pas besim tek çunat, duke ditë se ju mungon ajo të cilën them e kanë marrë tani. Pra është një skuadër e kompletuar. Markeza që ka marrë ekipin me dy seanca stërvitore gjithçka tash është. Absolutisht si po. Suksese. Faleminderit shumë dhe juve, po duhet një falënderim kam edhe për tifozat, të cilën kanë marrë rrugën sot, ai ishin me të vërtet një lojtar i 12 për ne.